Atëherë kur I kumë shti durët në kra me të rejek rashterën në ndjerë, mu kanë lagë durët, mu kanë nëzajë durët. Sulmi që kanë ndodhë ndaj nesh, është sulm tipik ushtarak. Rreth orës 2:30, nëpërmjet radiolidhjes, është njoftue dhoma komanduse nga njësia në njëshë, se në fshatin Bojsk, në hyrje të fshatit Bojsk, saksisht mbi urë, janë vendosur 2 kamiona. Hyrja e fshatit, më saksisht hyrja e fshatit është bloku. Cilë kamiona janë me rarë, me rarë, mushën. Pasi që zona Bojska I përket zona e përgjithësisë, I përket stacionit policor zveçan, rrashteri ndjerë Afrim Bunjaku, na ka ftue mua, Lespecin, Fahri Shalën dhe Sadat Dushën. Na I ka dhënë detyrat, jena pajisjet tona policore. I kanë njoftu qera kontrolla, se na jemi në drejtim fshatit Bojsk. Unë kom qenë në automjet Toyota me rrashterin e ndjerë Afrim Bunjaku, kurse me Shkodë ka qenë Fahri Shala edhe Sadat Dushë. Kur I na shku në Bojsk, dikun ofër pa vyt të kamionat. Saksisht ofër 20 metra dikun, I kena parku automjetet nënën e majt të rrugës për Bojsk. Nënën rruga si vazhdo Porizvar. I kena parku automjetet, I kena ndollë një mas njojt. Automjetet jam ka qenë mrapa, I Faris tani ka dollë mrapa para. Edhe kena vazhdu na 4, kena avancu, jena nizë në drejtim kolegëve tonë, cilët kanë qenë mrapa kamionave. Tu e monitoru situata. Gjatë rrugtimit, do mund qatu 20 metra, e kom vrejtë se diçka sa në rregull. E kom vrejtë se fshati shumë terë, drita shumë rallë, drita ndryqimit. Rruga ka e u përshkruj shumë nakë, shumë ndryqimi fort. Kur jena avyt nga kolegëve tonë të kufinit, në njëshës, afer 2-3 metra, one, kum dëshu edhe kum thonë, kolegë, po qkepëm se mundet me konë kurth. Pastaj propa me ka orë Sadate. Kur jena shkut, nënën e djatë ka qenë I parkum ta meq kamion në gjelber. I parkum në stëm, do më në buz, pro në trekës Boskës. Une jum shku edhe jum shtet në propa, do më në kua motorë. Por me siguru vetën, kum prit, kum vëzhgu. Në atë moment ka ndodhë në detonim shumë I fort. Detonimi ka qenë shumë I fort, sa që më ka hupe edhe balancën, do më thonë detonimi ka pasu me njerë me të shtëna armesh. Të kalibrav të ndryshëm. Në aton lumit kanë qenë disa rrath, gypa betonit, prej asoj pozite, kanë gjunë drejtim tonin. Ka pas në atë vend, do më në qatë vend, ka pas pjestor ose sulmus të rrë po, se në ka sulmu. Shumë ofër, do më ato mundet me kondë është 10 deri në 15 metra. Kolegu Mirsati ka orë të orë, do më ku ju më konë në I pozicionu. Më ka thonë kolegë e kam plagos rrashterin. Ne veç e pa shumë, s'kesh ato qka, ne e pa shumë tonë, se e ke shumë ofër. Po me afru ndime është e pa mënshme. Ka thonë, për shkoj për ndezi veturën tem, edhe për froj për tërhikun. Mirë për fatë kesh nuk ka ndezë, në godet, nuk ka ndezë. E kum një zonën kërë më ka thirë. Ka u dollë jashtë të veturës, edhe më ka treguë se nuk pëndez vetura. Atë më ka thirë edhe më ka thonë e lezë nuk pëndez vetura qa me bon. Une për fatë mirë, I lash qelëcat e veturës në kerë, edhe gjomin e qela. Edhe I këmë njoftu, I këmë thonë mirësat, në qovë se mund është me shku të vetura junë, qelëcat I kinë kerë. U shku e ka morë veturën, edhe I ka pru veturën në drejtim, do më e ka ndollë në drejtim të zvorit. Atëherë ka kërku ndimen tonë. Me ndimu, Fahri Shala, më ka thonë e lez, apo del, ndihmoj. Une po ju mbroj. Nuk kesh më qka ato, do më ato ish dhejkja u pajke me sy se s'keshe më ka ato, edhe me thonë tërheqë s'keshe ka. Ju më nuk pej nalti me kopë rrashterin, do më me tërjek, s'ko mujt me mri. S'ko mujt se naltë, të ju ta shumë naltë. Edhe normal pajisjet, atëherë ju më dollë jashtë veturës, edhe e kum ngrit, rrashterin e ndjerë, e kum qitë në ngu. Kështu, e kum ullë kështu, në ngu, e kum drejqë. Ja kum shti durët për me tërjek nërkra. Atëherë kër I kum shti durët nërkra me tërjek rrashterin e ndjerë, mu kanë lagë durët.
mu kanë nxej durt. Kur mu kanë nxej durt, e kom kuptue se o gjak. Kom ditë se o gjak, edhe i kom largu. Kom thonë mos për lëndaj. Një koleg na kanë ndihmu veç e ka kop në mes në rrët, veç pak na kanë ndihmu e kom tërhjek në kjerë. Shtenat nuk u nalqen. Ndërkohë shtenat nuk u ndalshin. Asë një moment. Sulmi që ka ndodhur ndaj nesh, është sulm tipik ushtarak. I trajnuar fort mirë. Nuk ju mballafaqu asnjëherë në jetën tëmë që është me çat sulm. Se armatimi si ka qenë nuk mundet mu blen trega i armatim. Është problem mu blen trega i armatim. Domethënë është i financum direkt normal prej servisë. Keni një ori mbi identitetin e sulmuesve, lidhjet e tyre të mundshme me sulmuesve dhe mos rastësisht të keni një ori që kanë një lidhje me një strukturë të organizuar ose individ të caktuar brenda strukturës. Personat si Radojqiqi, si Zvonko Veselinović, janë pjesën veriore kanë qenë gjithçka. Ata kanë pas qaq strukturë të organizume, si çdo herë kanë qarkulluar me përcjelljet vet.